Mirë, ne I vazhdojmë diskutimet edhe gjatë hapësirës publicitare, siç e thash, besoj është një nga ato tema që ne kemi shumë për të diskutuar. Me Xhimin po ndanim edhe një pikë shumë të rëndësishme që shpeshherë vjen edhe nga ato që janë institucione kulturore dhe që duhet përcjellin një gjuhë shqipe të pastër, ndoshta mund të kenë një përmbajtje edhe më të mirë për të dhënë shembuj se si duhet folur gjuha shqipe, po ndërkohë ka problematika edhe aty Xhimi, jo? Problematika të mëdha që është jo vetëm në këto institucionet kulturore, pa atje është më e rrezikshme situata, është pikërisht kjo që quhet lakimi I emrave të huaj. Siç po thonin dhe përpara John. Thuaj John që unë do të kthehem nesër. Thuaj Amanta që bisedo me Amanta, nuk merret vesh kush bën veprimin, kush e pëson veprimin, kush duhet të përgjigjet, kush duhet të pyesi. Dhe kjo gjë kur ndodh në një teatr, në një shfaqje teatrale, merre me mend çfarë mund të ndodhi pas. Me përkthyes të shkolluar, domethënë që në parim janë shkolluar, kanë mësuar gramatikën e shqipes. Që është verifikuar dhe kur ato fjalë janë metabolizuar gjatë provave, janë nga regjisorët, nga aktorët. Më ka qenë gjithë procesi I natyrshëm I atij si. Dhe askujt nuk I ka vrarë veshin. I përgatitjes I gestacionit, më lejoni ta përdor këtë fjalë për të emrit. Dhe kur nuk ka shqetësuar ata, merre me mend të paktën mua si spektaktor, kjo nuk arrija të kuptoja dot veprimin dhe përhumbesha pastaj në meditimet e mia duke dalë nga konteksti I konfliktit dramatik që po ndodhte atje. Kemi ne formë për të ndërhyrë në Unë mendoj që nëse bëhet ky ligj I gjuhës, besoj që duhet të ndërhyjë dhe nga ana tjetër unë them se ndoshta më shumë informacion, më tepër dije për gramatikën, nuk po të them për drejtshkrimin, se drejtshkrimi është bërë si kështu si dordoles tani për të goditur, por për gramatikën e shqipes, sepse unë thash, domethënë struktura e shqipes, duke pasur parasysh sintaksin edhe morfologjinë, se kjo është çështje e morfologjisë që shpreh Xhimi, domethënë duhet të jenë dije të cilat duhet të jenë konsoliduara mirë, po shohim si duket që në 9 vjeçar dhe në shkollë të mesme, ndoshta akoma nuk po përthithen si duhet, por dhe ky brezi I përkthyesve dhe I aktorëve. Falni, atëre mund të shtohet pyetja, në çfarë mësohet në shkolla? Çfarë mësohet deri në klasë të 9? Se mirë, okay, po vëm nga 2 polic. Kishim një polic në shkolla dhe po vëm 2, sepse mendojmë që janë e gërsuar të rinjt. Tani, mua në universitet nuk pyet studentët për lakimin, nuk më mbajnë mend. Që të mësohet. Domethënë kur vinë në universitet studentët dhe pyes për lakimin nuk e mbajnë mend. Pjesa më e madhe e njerëzve të bësh një test nuk e mbajnë mend. Nuk po ju bëj provimin tani këtu se edhe s'm pan. Po lakimi, fani, ne nuk jemi të huaj që mësojnë shqipen, të cilët e kanë të vështirë lakimin, sidomos nga ato gjuhët latine. Sa përveç lakimin, cilat janë problematikat e tjera që hasnin tek të rinj, dhe studentët? Domethënë për mua thash është kjo mënyra se si e formulohet fjalia në shqipe. Pra nuk është një strukturë e shqipes, kryefjala, kallëzuesi, kundrinori, rrethanori, pra që të mund të shprehet një mendim I plot, domethënë me subjektin dhe me predikatin. Për shembull në këtë pyetësorin, sa herë ne pyesnim dhe kishte pyetje të hapura, për shembull për çfarë përdor internetin më shumë. Pyetjet ishin gjithmonë që vinin me 1 ose me 2 fjalë. Pra nuk e kuptoj pse nuk inkurajohen ata të shprehin një mendim të plot. Dhe kur dikush do të shprehë një mendim të plot, atëherë do të ketë nevojë për fjalët, edhe si thua në një farë mënyrë do të ketë nevojë edhe për leximin. Unë besoj që kjo është problemi dhe ndoshta unë them se është një çështje e kulturës ulët të komunikimit në familje dhe një pamundësie të fëmijëve ndoshta për të folur lirisht në klasë, sepse që të flasësh, të mësosh të flasësh, duhet të flasësh. Domethënë ti nuk e mëson të folurën në mënyrë teorike. Ti duhet të flasësh, pra prindin me fëmijën në shtëpi, dhe pastaj mësuesi me nxënësin në klasë, dhe nxënësit pastaj sigurisht me njëri tjetrin. Unë besoj që ndoshta është kjo hallk që mungon dhe pastaj sigurisht leximi. Dhe si mund ta formulojmë që kriza e familjes përcillet edhe në krizën gramatikore ose morfologjike si tha profesori. Tjetër, sepse fëmijët ju I keni parë janë gjithkohës me telefona në dorë tani, nuk kemi çfarë themi. Që të vegjël, problemi është nga njëra anë themi shumë mirë që u fut anglishtja që në klasë të parë, e ka qenë që në klasë të dytë, po nga ana tjetër shikojmë që fëmijët janë tërkohë me PSP, me PlayStation, me çdo gjë, dhe më mirë artikulojnë shumë herë në anglisht se sa në shqip. Dhe prindërit e thonë shpeshherë me krenari që fëmia im më parë ka mësuar gjuhën angleze. Besoj dëgjuar fëmijët që luajnë në obore, domethënë që luajnë në rrugë dhe I dëgjoni që flasin anglisht me njëri tjetrin. Nuk është habi, besoj. Por më leoni të ftoj në një pikpyetje. A është e shmangshme apo është e pashmangshme? Dhe është fati I gjuhëve të vogla në kohë globale. Të folurit e anglishtes? Kush ishte? Edhe të folurit e anglishtes. Edhe ndoshta nesër pas nesër edhe të shkruarit në anglisht.
Jo, është pasurim patjetër, po jo të lësh më njanë shqipen them. Të shprehësh më mirë në anglisht. Ka një problem. Deri në një farë moshe thuhet që njeriu mund të mësoj shumë gjuhë, deri në moshën 5 vjeç. Mirë, po çfarë ndodh? Ka raste që jo çdo fëmijë e përthith dhe interferojnë gjuhët me njëra tjetrën dhe cungohet aftësia për të përthithur gjuhën anëtare. I kthehet në një gjuhë anëtare, një gjuhë tjetër. Jo, e shikoj më gjërë, nuk është rasti individuale dhe i aftësive individuale. Është i një procesi historik dhe mijëvjeçar. Gjuhë në këtë qytetërimin që jetojmë ne të këtij planeti, ka gjuhë të cilat janë zhdukur, gjuhë të tjera që ndoshta eventualisht lindin. Kështu që në këtë kohë globalizmi, gjuhët e vogla, si që Shqipja, po si që janë edhe shumë gjuhë rreth rrotullnesh, që mund t'jenë më të reja dhe në botë, që mendoj këtë problem për shembull e kanë edhe vendet baltike, dhe kanë tepër të ndjerë dhe të prekshëm. Ku do shkojnë këta me anglishtën, shkollat janë gjithmonë e më të ndërlidhura, dhe jo vetëm universitetet, do të fillojnë të jenë edhe gjimnazet, edhe shkollat e mesme. Atëherë piksynimi i njeriu, investimi i tij gjuhësor dhe kulturor dhe konceptual në përgjithësi do jetë në gjuhën e një vendi të vogël ku rrezikon të ngelet i izoluar dhe në të gjitha pikpamjet, apo synon një rrezatim më të gjerë, e mendon si izolim, Gjimi? Po patjetër, është izoluar dikush që di vetëm shqip, patjetër. Sot në këtë botë në cilën ne jetojmë. Jo, po përdorimin e fjalëve të huaja në mënyrë integrale në gjuhën shqipe, po themi, dhe e bëj këtë pyetje, ne kemi shkuar po, ne kemi diskutuar këtë temë edhe në studio, kemi folur për Italinë që ka marrë masa pikërisht për mos përdorur gjuhën angleze, sidomos në administratë apo institucione të cilat e japin shembullin e tyre tek qytetarët. Unë nuk e di se sa duhet bërë diçka e tillë në Shqipëri. Ka efekt, se kjo është një pyetje pastaj interesante, se Trekani, fjalori më i madh online i italishtes, vitin e kaluar futi 2-3 fjalë, njëra prej cilave ishte në anglisht. Nuk kuptimin... Dhe pikërisht Meloni në fakt ka qenë ajo që e ka marrë si mas. Kështu që po flasim për muajt e fundit. Francezët e ka bërë rreth më duket 20 apo 30 vjet përpara në vitet 80 që ndaluan dhe panë që nuk bëhet me masa. Ka qeveri të cilat janë shumë të kujdesshme për gjuhën e vet, si domethënë qeveria gjermane, franceze, italiane etj etj. Gjuhët e popujve të vegjël, domethënë siç atë thotë, sigurisht që janë në presionin e këtyre lingua frankave, siç është anglishtja, siç ka qenë dikur frëngjishtja, siç ka qenë dikur turqishtja, apo siç ka qenë dikur latinishtja. Historia e njerëzimit ka treguar që gjuhët do të vazhdojnë të ekzistojnë. Çështja është që individi mos mbetet i izoluar në gjuhën e vet, dhe nga ana tjetër gjuha amtare të mbarshtohet, domethënë se është gjuha e shpirtit, është gjuha e emocionit, është gjuha e identitetit. Kjo është çështja, dhe prandaj kur unë them që ata duhet shprehen me mendime të plota në gjuhën e tyre amtare, është sepse kjo u bën mirë identitetit të tyre, kupton qenies së tyre që të jenë të shëndetshëm, se ti mund të shprehesh në një gjuhë huaj, më kupton, po kjo nuk është asnjëherë si të shprehesh ti. Po them terapin, ti do ta bësh me psikologun në gjuhën amtare dhe jo në një gjuhë huaj. Por në kontekste kur fëmijët, siç thamë dhe ne, po rriten dhe do rriten gjithmonë më tepër në një situatë dy gjuhëshe. Po, edhe madje edhe multilingualitet themi ne, shumë gjuhësi. Dhe shumë gjuhësi. Atëherë ndoshta do ndryshoj kjo e nevoja tek psikiatri, tek psikologu, për atë do jetë një lloj si të flasin në gjuhën shqipe apo në gjuhën tjetër. Jo, rreziku mund të jetë që të humbas gjuhën amtare dhe të arrijë të ndihet më në gjuhën amtare në një gjuhë të huaj. Pikërisht këtë po thoja. Pikërisht këtë po thoja, por nuk e shtyva deri atje. Po kjo besoj se do ta përfshi gjithë shoqërinë. Kjo mund të jetë çështje vetëm. Unë besoj këtë gjë që besoj e keni parë panajrin e librit, aty tituj të rinj ka vazhdimisht shumë. Që do të Shqipja është në kohën e vet më të mirë. Domethënë shkruhet edhe përkthehet shumë. Dhe unë besoj kujdesi më të madh duhet ta keni ju që përktheni, sepse gjuhët pasurohen përmes përkthimeve. Domethënë gjuhët nuk pasurohen edhe nuk përmes të folurit. Sigurisht se në një farë mënyre ne na vinë ushqime të reja, ne vinë produkte të reja, teknologji të reja, por ajo që ngelet në strukturën e një gjuhë është përkthimi, domethënë është edhe lëvrimi. Sigurisht shkrimtarët, ne duhet kemi shkrimtar, duhet kemi njerëz që shkruajnë teatr në shqip, domethënë edhe një projekt draft sa i takon Flerorit të ri që pritet të publikohet, fakti që do kemi shumë fjalë. Por 70.000 fjalë. Më falni, vitek përkthimi, sepse po këtu një në Vizion Plus, si duket ky televizion pas ka një ndjeshmëri të veçantë ndaj çështjeve të gjuhës.
kur u tha pikrisht kjo gjë, një libër, qofte edhe një bestseller, në sa kopje? Në rastin më të mirë, thoshte botuesi, janë 300 kopje, shiten 400 kopje, 500 kopje, që të arri 1000 kopje quhet sukses editorial, sukses i botimit. Çfarë ndikimi? Ja, ne përkthysit, lodhemi, mundohemi, kolegja këtu është përkthyse, dhe maksimumi do arri në 500 vet, ja një libër qarkulloj në 2 duar shkon në 1000 vet. Ndërkohë që këtu dukuria, ky uragani, se përdora ndoshta një term. Një video virale klikohet brenda 3 ditësh në 1 milion herë. Po, atëherë jam në rregull me fjalën uragan, me viraliteti. Ndërkohë që unë kur kam qenë domethënë në shkollë të mesme, më bënte përshtypje që kam parë tirazhin e një libri të Stendalit në 20.000 kopje përpara viteve 90. Dhe tirazhet e sotme me 400-500 si shtuatim duken absurde. Ka qenë një realitet tjetër, jo vetëm kulturor, por sepse nuk atëherë në atë kohë nuk kishte gjë tjetër veç libri. Dilte një botim në kaq kohë nga shtëpia botuese, dilte Stendali, njerëzit lexonin më tepër klasike, tjera, po të mos krahasohemi me çfarë ishte. Të merremi, projektohemi me çfarë presim, çfarë po na vjen, çfarë do na vijë drejt. Se në fakt është shumë e rëndësishme ama se edhe çfarë po lëm pas, çfarë kemi hequr nga fjalori, janë hequr fjalë të vjetra? Ky fjalori i madh, domethënë që besoj pritet të dalë, se ideja është këtu që ai nuk do të dalë i printuar, domethënë do të kemi parasysh të gjë, se fjaloret janë mjetet teknologjike tashmë. Domethënë ti do të hapësh aplikacionin, shkruan fjalën dhe ai duhet të dalë, jo të ngrihesh, të hapësh fjalorin e madh, të shpletosh. Kështu që dhe kjo është shumë e nevojshme edhe për përkthyesin edhe për përdoruesin e gjuhës. Ky është një fjalor i cili përpiqet të jetë më i madhi që është botuar deri tani. Kështu që nuk mund të marrësh lopatën dhe të nxjerrësh. Domethënë patjetër që ka pasur fjalë që janë shmangur, më fort janë shmangur kuptime, sepse duhet kemi parasysh që leksiku nuk është vetëm fjalë, është edhe kuptime. Se fjalët kanë edhe shumë kuptime, si mund të themi, në një farë mënyre. Dhe nga kjo pikpamje, domethënë fjalori është pasuruar edhe me fjalë të reja, është pasuruar edhe me kuptime. Gjuhët, termi pasurim për një fjalor do të thotë se ka më pak fjalë që dalin. Kryesisht janë fjalë që kanë qenë në përdorim shumë të kufizuar, përmendëm turqizmat për shembull, fjalë të cilat kryesisht kanë pasur përdorim libror, për shembull në një përkthim nga autorë të vjetër të shekullit të kaluar. Fjalori është pasuruar kryesisht me realitetin e pas viteve 90. Sigurisht ju e dini se sa është hapur Shqipja, sepse është hapur shoqëria në shumë aspekte, kështu që edhe pasurimi është jashtëzakonisht i madh, jo vetëm me huazime, se ndoshta mund të krijohet ideja që ka huazime, por Shqipja ka prodhuar shumë fjalë edhe vet. Domethënë se Shqipja ka parashtesat, formime për. Unë për shembull kam qenë autore domethënë fjalëve që fillojnë me shkronjën ç, shkronja ç është një parashtesë që krijon antonime në shqipe dhe ka krijuar shumë fjalë me antonime. Kështu që kjo ka qenë rruga e pasurimit shqipes në një farë mënyrë. Pra dhe me huazime dhe me fjalë të reja, edhe nga brumi i saj, edhe besoj më pak. Domethënë nëse ne vendosim në ekuilibër çfarë ka dalë me çfarë ka hyrë, sigurisht ajo që ka hyrë është shumë e madhe nga çfarë ka dalë. Ju garantojmë të dy, po flas edhe në emër të përkthyeses tjetër, që ne përkthyesit do ta kemi yllin polar këtë fjalor. Por sa do e kenë mësuesët e letërsisë, e të gjuhës dhe nxënësit e tyre që shkruajnë në atje këtë gjë, këtë nuk e di. Unë besoj se nëse edhe këta të këtyre që nuk përdorin këtë lakimin e emra. Persona, domethënë grupi që po merret me aplikacionin, portalin, domethënë ka pasur ide shumë interesante, sepse sigurisht faqja e fjalorit do të jetë shumë, si e themi ne, ndërvepruese interaktive. Do të ketë që në çdo moment ti mund të klikosh dhe mund të gjesh fjalën, të sugjerohen gjithashtu së bashku me fjalën dhe fjalë të tjera të cilat janë të familjes, dhe deri tek ajo gjë që është edhe familjes fjalës, do më kuptimin që fjalë të formuara prej asaj teme, prej asaj rrënje. Sinonime, antonime, po, ato janë pjesë e lemës temine. Funksionin edhe fjalorët e tjerë që kemi ne dhe në fjalori vitit 1980 që ka qenë më i madh nuk ka pasur sinonime. Po patjetër, pra ato janë modeli, domethënë se ne sigurisht do të shkojmë në modelin e gjuhësive më të mira. Dhe do të ketë zgjidhje të tilla, domethënë të aplikacionit dhe të portalit, të cilët do ta bëjnë shumë më të lehtë
në përdorim deri dhe tërheqje, se për shembull do të ketë jo vetëm renditje, siç u thash, që fjala do të kujtoj fjalën, por dhe renditje me fjalë për nga fundi, për nga rima, dhe them që tani këto që prodhojnë këngë dhe tekstet o repera do të interesohen për fjalorin, sepse mund të shikojnë dhe rimat të mira, të reja. I shikon inteligjenca ashtu artificiale. Po, nuk e di, besoj që po dhe mund të shikojnë. Inteligenca artificiale do ndihmoj shumë, besoj, ky fjalor. Fjalori i ri, po. Për të jemi të sigurt. Unë mendoj që do ketë vërtet shumë praktikant të përdorus të fjalorit online. Jo vetëm ne përkthyesit, po edhe brezi i ri, vetë nga dëshira që ka për të lidhur gjithkohon me teknologjinë do të jetë një nga gjërat e fjalorit është që duke qenë online do të jetë i përmirësueshëm. Domethënë se Vedat Kokona duket të thoshte që një fjalor vjetrohet në momentin që botohet. Sepse gjua ndryshon, leksiku ndryshon kaq shumë. Ndërsa aty do ketë mundësi redaktimit her pas herë. Do të kushdo mund të sugjerojë ndryshime, këtu kemi një gabim, këtu kemi një problem se ato njerëz e kanë bërë dhe mund të ketë probleme, kështu që dudeni online se po ju ndërpres që përdor shumë herë vetë fjalori gjermanishtës, në fillimet e veta ka pasur edhe sugjerim që në qoftë se kapni diçka gabim, ju lutem na rekomandoni, na kontaktoni. Për të bërë ndryshim, patjetër. Jam të hapur, pastaj ka ekipe që merren në atë punë ose e marrin parasysh vërejtjen apo jo, por që është diçka që është aplikuar dhe në vende të tjera. Shkurtimisht, një pikë ku duhet kemi realisht kujdes në gjykimin tuaj, nga çfarë keni parë, nga problematikat që hasim, qoftë në komunikim, siç e tham pak më parë, por edhe në të shkruar, po zysh edhe në auditore që ju keni parë tashmë, ku duhet pasur më shumë kujdes? Jo vetëm nga brezëria, se flasim për të rinë vazhdimisht, po unë e di pak nga ajo që Xhimi tha, domethënë që duke pasur duke qenë të vetëdijshëm për këtë ndikimin e madh që mediat kanë, jo vetëm mediat televizionet, se edhe mediat sociale, unë mendoj që televizionet në radhë parë duhet të jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën se si e prezantojnë shqipen në titra, për shembull, sepse ato shikohen vazhdimisht. Edhe komunikime, për shembull, emisione të tilla besoj që janë shumë të rëndësishme, por dhe njerëz që kanë një farë ndikimi në jetën e mediave sociale. Nuk e di, ato duhet të shfaqin një lloj shqipeje të mirë dhe ku diun ndoshta të bëjmë virale poezitë bukura të Shqipës ose tekstet bukura nga letërsia shqipe. Dhe ka trondit Xhimi, ngriti kokën e mirë. Nuk duket e pamundur Xhimi. Në kuptimin që të rinjt fillojnë të kuptojnë ore ka gjëra të bukura në këtë gjuhën time. Të marrin të mirën nga rrjetet sociale. Nuk ka vetëm ku diun tekste të shkruara, domethënë me një shqipe që është e çala apo e cinguar. Pra le të themi duhet ketë një lloj si ta thënë vaksine me shqipet mirë në media sociale. Duhet një fokus në përgjithësi në këtë Shqipërinë tonë nga të gjithë. Ju e bëni atë tuan, se atë mund bëni edhe ne secili tonën atë të përditshëm, për të ndalur dhe për të patur edhe pak vëmendjen, edhe si po e themi. Sikur thonë, nuk thonë që ndalo numëro 1 sekond, prit 2 sekonda para se të thuash diçka, po kështu të jetë mendo edhe 2 sekonda, edhe si do ta them. Njerëzit duan të ndihen krenar dhe gjua jon, shqipja, është një gjuhë që të bën vërtet krenar. Mirë, por problemi është se këto kohë kanë dalë në media njerëz që e shesin krenarinë e Shqipës me një gjë që është kallp. Shqipja ka aq gjëra të bukura për të mburur fjalë, struktura, po. Jam plotësisht dakord. Nuk është në vetvete shqipja që të bën krenar, është cilën çfarë shqipe thua që të jesh krenar, çfarë shqipe e nxjerr nga goja që të jesh krenar. Se nuk është krenar që po mendon, po çfarë mendon? Tekste, autor, fjalë. A ju thashë do kemi shumë për të folur e s'do ndalemi? Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për diskutuar të temë. Në fakt edhe ju keni një kontribut të rëndësishëm, pra shko sa pranoni ftesën për të folur për tema të tilla, mbi të gjitha për gjuhën shqipe që është e rëndësishme, besoj, për të gjithë qytetarët shqiptar. Mirë, ne menjëherë pas publicitetit do kemi mundësi që të ndjekim një material shumë interesant, sjellim ciklistin Mirnjohur Edmond Tufina, një kontribut i vazhdueshëm në Shqipëri. Është një material shumë interesant, ne do të jemi në shoqëri në pjesën e fundit programit. Ka publicitet, bashkë sërish nesër, qëndroni me ne.